Përshëndetje të dashur miq të Boom Sport, mirë se vini në episodin e 9 të podcastit ton. Jemi këtu përsëri ashtu si çdo javë për t'ju njohur me aktualitetin dhe të rejat më të fundit nga futbolli korçar, po dhe jo vetëm nga futbolli shqiptar dhe nga sporti në përgjithësi. Ju falenderojmë të gjithëve që na keni ndjekur në të gjitha episodet e deri tanishme që prej fillimit. Ju falenderojmë gjithashtu të gjithë ata që kanë bërë subscribe, kanë bërë like, që na komentojnë, shprehin opinionet apo pyetjet e tyre në podcastin ton. Për gjithë ata që mund të kenë humbur episodet e kaluara, mund t'i gjeni në kanalin ton të YouTube-it, duke parë në playlist dhe aty i keni të gjitha episodet nga fillimi deri më sot. Falenderojmë gjithashtu të gjithë ata që na ndoqën edhe në transmetimin e ndeshjes live Pogradeti Skënderbeu në mesjavë, ashtu siç ja u kishim premtuar, për shkak se në stadiumin e Korçës për shkak të mbjelljes së barit nuk mund të transmetoheshin dot ndeshjet që u zhvilluan në aneksin e stadiumit Skënderbeu. Ndeshja miqësore me Pogradetin ishte vetmja që na mundsoi transmetimin e saj dhe ne ishim aty për t'ja transmetuar këtë fitore të radhës të skuadrës korçare në fund të fazës përgatitore. Unë nuk isha se isha në plazh. Petrika, siç e shihni, besoj të gjithë sot është rikthyer në krye të detyrës, po the. Po. Më kishit munguar, më mungovi kjo javë që nuk isha pjesë e podcastit dhe kam ndikur podcastin me shumë kërshëri doja të thoja dhe më mungovi, doja të isha patjetër aty, madje komentova edhe te YouTube sepse nuk më rri pa marr pjesë. Rendon përveç atyre që falenderove ti, unë do gjeja kohën për të falenderuar dhe të gjithë sponsorat që janë pjesë e emisionit ton. Është Uji Pajko, kemi Hotel Gërmenji, Elza Cafe, Nik Optika, Eke Real Estate, Fircom Electronic Store, Greek Medical Center, La Tornanza dhe Earth Bar. I falenderojmë përzemërsisht sepse pa ta emisioni nuk do të ishte i mundur. Atëherë Brendon, besoj jemi në ato emocionet e para pasi Skënderbeu luan tashmë për 3 ditë Skënderbeu do të zbresë në fushën e lojës dhe na ka rënë dhe fati që ta nisim ne kampionatin shqiptar për këtë vit në një ndeshje përballë ekipit të Vllaznis. Janë mbyllur ato testet miqësore. Unë nuk e di se si kaluan aq shpejt ato testet miqësore, se di si kaluam që kur nisëm podcastin. Që nisëm podcastin si qershor, s'kishte nisur faza ende. Dhe deri ja ku erdhëm direkt tani tek fillimi i kampionatit dhe është një fazë shumë e rëndësishme. Ndoshta kjo është faza që ne do ta shikojmë të gjithë ekipin se çfarë do të na jap, çfarë do të na sill, si do të luajnë. Pra tani hapen karta, se deri tani dhe ne jemi të paqartë dhe publiku është i paqartë, sepse askush nuk është në kokën e Ahmataj apo në kokën e stafit drejtues që të di se si do të zbresë ky Skënderbeu në fushë, por ne do të bëjmë një rezume të vogël të miqësore. Kemi informuar sa kemi patur mundësi. Po ne kemi pa nga pak dhe ne kemi bërë atë detyrën tonë të thuash në thonjza, sepse kemi hedhur dritë mbi ato gjëra që shkojnë dhe nuk shkojnë me Skënderbeun dhe tani vjen testi real i ditës së premte. Skënderbeu zbret në fushë përballë ekipit të Vllaznis në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Atëherë Brendon, shkurtimisht çfarë penga ky Skënderbeu në këto miqësore dhe kush do të jetë pika më e fortë dhe një parashikim të ndin se ku mund të renditet ky Skënderbeu në fund të këtij sezoni. Shiko, unë do ta merja me një pjesë që të paktën për mua ishte deri diku lajm pozitiv. Ka qenë një fazë përgatitore me shumë pak dëmtime. Okej, ka pasur disa momente Bismarck, Vangeli dhe qendërmbrojtësi i francez, por kanë qenë dëmtime të vogla, më shumë nga fati i keq sesa nga ngarkesa muskulare apo pse pret dëmtime që në jo, sepse në fazë përgatitore ndonjëherë është më e mundshme në momentin që lojtarët nuk janë në formën e tyre 100%, është më e mundshme që të ndodhin apo dhe dëmtimet miqësore. Ndërkohë kemi pasur ditët e fundit, sepse do të thënë që gjithë skuadrat e Superligës janë duke mbyllur përgatitjet e tyre. Ka dalë barazim Vllaznia me Vorën 2-2, Tirana me Laçin 2-2, Teuta ka humbur me Bylisin 0-2. Pra të gjitha janë duke u kolauduar para nisjes së sezonit, por ka pasur raste dëmtimesh që nuk ja urojmë askujt, po dhe fatkeqësi si rasti Myrtës tek Laçi që është lojtari kryesor. Pra, e thash fatmirësisht në këtë kuptim në miqësore nuk patëm dëmtime gjatë lojës, po dhe në stërvitje, sepse ndonjëherë mbi ngarkesa muskulare mund të shkaktojë probleme. Temperaturat e larta, pra ka një sër faktorësh, kështu që fatmirësisht në këtë aspekt kemi kaluar me shumë pak problematikë këtë pjesën e dëmtimeve. Tek pjesa e rezultateve e kam thënë unë që ditën e parë që në miqësor rezultatet nuk janë primare, po thjesht për statistikë që edhe ndjekësit ta dinë, të jenë të informuar.
Pra u luajtën 6 ndeshje miqësore, në të cilat Skënderbeu humbi 2 të parat me Strugën dhe Partizanin në fillim të fazës vërtetore, respektivisht 0-1 dhe 0-2, dhe më pas fitoi me Besën, me Kuksin, respektivisht 2-1 secilën prej tyre, fitoren 3-0 me ekipin e të rinjve të Panetolikosit, 0-1 me Pogradecin dhe miqësoria e fundit me Gramshin, 2-1 me Gramshin e kategorisë së dytë. Pra totalisht 7 miqësore në cilat 5 fitore dhe 2 humbje. Pra asnjë ndeshje nuk u mbyll në barazim. Pak çedon me një golavarash pozitiv, po që thash, nuk po i qëndroi rezultatit, është më shumë tek loja pastaj. Jo te loja, sepse dy ekipet më të forta të dyja i humbën. Ndoshta ishte fillimi. Ishte edhe fillimi, patjetër, sepse normalisht 2 javë e para skuadra ende, ndërkohë që ende nuk kishin ardhur dhe të gjithë lojtarët që afruan më vonë merkato, Drame dhe lojtarë të tjerë, domethënë janë afruar më vonë pas ndeshjes me Partizanin, kryesisht një pjesë e tyre. Një pjesë ishin natyrisht, po me sa mbaj mend Braga ka luajtur shumë pak me Strugën, pra ishte më shumë një miks midis skuadrës së vitit kaluar dhe atyre që kishin ardhur ato në ditët e para, le të themi. Dhe Struga nga ana tjetër ishte duke nisur kampionatin në fund korrik, kështu që edhe momenti dhe rivalët, kështu që për mendimin tim do ta shohim në këto 4-5 javë e para deri në pauzën e kombëtares. Në rast se Skënderbeu, domethënë ka hyrë në atë rrugën për të stabilizuar, le të themi, një mënyrë loje, një skemë të caktuar që trajneri Amata do tentoj të aplikojë, dhe sa do arrin lojtarët të krijojnë atë grupin, pasi sfida më e madhe që një skuadër të jetë rezultative në afatgjatë është të krijojë stabilitet psikologjik, sepse në momentin që ka skuadra luajtin rezultate, nëse ka stabilitet në lojë, e kalon më lehtë atë momenti kur ke rezultate negative, dhe ana psikologjike do të shumë e rëndësishme për një skuadër të re siç është kjo e Skënderbeut, pra duhet punojë shumë stafi teknik për mendimin tim në këtë aspekt, që ta mbaj skuadrën edhe atëherë kur mund të rishka skemba, dhe do të shihet ja pas pra objektivi, siç e kemi thënë, ndeshja e radhës për mendimin tim, duhet të shohim skuadrën që të mos ketë shumë luati nga njëra ndeshje në tjetrën, janë ndeshjet e para, kundërshtarët po janë të fortë të gjithë. Skënderbeu nuk e ka luksin të thotë dikush është më i dobët, dikush më i fortë, pra edhe Laçi që vjen bashkë me ne nga kategoria e parë është i fortë, edhe Egnatia që është kampione në fuqi, apo dhe klubet e tjera, Dinamo e tjera me radhë, janë dhe ato. Egnatia është ekipi për të mundur. Po, në kampionat shqiptar patjetër, për momentin është ekipi kryesor, kështu që Skënderbeu do duhet të paktën edhe me ekipet e forta në letër që janë pak më të forta, siç po përmendja Egnatia, Dinamo e tjerë, të jetë dinjitoze, të tentojë, pse jo edhe ti mund atëherë kur mund të jetë mundur natyrisht. Okej, atëherë po të përmbledh edhe sa çfarë kam parë unë nga këto miqësore, ndoshta Skënderbeu është e vërtetë ajo që tha Ahmataj, që Skënderbeu e nisi fazën përgatitore me ekipe të vështira, sepse zakonisht niset pak më lehtë me ekipe kategorisë së dytë ose të tretë, po. Neve ekipet e vështira i patëm në ndeshjet e para. Gjithsesi, vjet re në kategorinë superiore që pothuajse të gjitha ekipet nuk është se lëvizin shumë nga niveli me njëra tjetrën. Përjashtojmë këtu Egnatian dhe deri diku Dinamon, por dhe Dinamon e fut në një kategori sepse është e mundur që ti mundësh ose ti marrësh pikë. Dashi, ky Skënderbeu që po ndërtohet, sepse mund të themi që është akoma në fazën e ndërtimi, unë them që kam parë pozitivitet, kam parë lojtarë të cilët mund të bëjnë diferencë, kam parë lojtarë të cilët mund të mbajnë rezultate dhe mund të fitojnë ndeshje. Nuk e di se sa do t'i implementoj trajneri, domethënë se si do të dalin në ndeshjen e parë zyrtare, sepse ajo është një nga testet më të vështira për ekipin ton, sepse normalisht kur ke një ekip të ri, implementimi dhe ambientimi në ndeshjet e para, ai do tregoj se ku xhalon, ose rëndësi ka që mos jetë totalisht gabim vendosja apo starti i Skënderbeut, sepse nëse ne shpërfytyrohemi në rastin më të keq për ballë vllaznis, atëre çalojnë në shumë gjëra. Nëse marrim një rezultat pozitiv ose edhe një humbje minimale, trajneri më pas e ka të lehtë për të kapur ato, siç e the ti, korrigjimin. Kështu që, okej, mund të themi që është një ekip simpatik, por akoma nuk mund të themi, unë nuk mund ta them dot se si do të jetë ky Skënderbeu, se ku do të shkojë ky Skënderbeu, se çfarë do të pretendojë ky Skënderbeu. Do ta shikojmë në ndeshjet e para, do të jetë shumë e rëndësishme të kemi edhe pak atë aspektin e fatit, sepse edhe fati duhet tashmë në këto ndeshje. Do ta shikojmë se si do të vazhdojë kjo pjesë vetëm me startin e superiores që starton ditën e premte në stadiumin Loro Boriçi. Tani është momenti për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi sërish në studio. Earth Bar, në zemër të qytetit Korçës në bulevardin Shëngjergji do të gjeni një bar kafe të shëndetshme për të kaluar momente të veçanta me miqtë apo familjen tuaj.
një ambient komod dhe mikpritës. Aty do të gjeni lëngje të freskëta frutash, bio, smoothie, kos me fruta, programe detox, kafe speciale dhe një shumëllojshmëri produktesh të tjera cilësore. Çdo gjë sipas dëshirës dhe zgjedhjes suaj. Mirëqenia juaj, kënaqësia jon. Për më shumë informacione ose për delivery, mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale të Earth Bar Korç. EK Real Estate, agjencia imobiliare më e mirë në rajonin e Korçës dhe tashmë edhe në shtetin grek. Dëshironi të gjeni shtëpinë e ëndrave për ju dhe familjen tuaj, apo ambientin ideal dhe të përshtatshëm për biznesin tuaj. EK Real Estate ju ofron opsionet më të mira në treg për zgjidhjen e pronës tuaj të ardhshme. Tek EK do të gjeni një seri shërbimesh të ndryshme për prona në shitje, blerje dhe me qira, vlerësim pasurisht të palujshme dhe konsulencë profesionale, asistencë specializuar për pajisjen me dokumenta hipotekor. EK Real Estate ju bëni zgjedhjen, ne ju japim zgjidhjen. Për më shumë informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale. EK Real Estate më shpejt, më sakt, më sigurt. Mirë, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Atëherë Petrika, unë do thoja që është hera e dytë paktën sa kujtoj unë që debutojmë përsëri ndaj Vllaznisë. Hera e fundit që ndeshja hapse madje edhe kampionati ka qenë Vllaznia Skënderbeu, ka qenë sezoni 2012-2013 në gusht të 2012-s. Skënderbeu në atë kohë Mireliosës, sapo ishte emëruar ndërkohë trajneri Skënderbeut, që ndeshja e parë mos gaboj. Fitonim 3-0. Fitonim 1-3 në 1-3 me golat të Page. Me një hat-trick të Pero Page. Ja shikon që unë s'kam shumë memorie të mirë, po ja që e fiksova, e kujtova. Po kanë qenë ndeshje të veçanta ndonjëherë. Atëherë fillovi që u ngrit Skënderbeu dhe ato ishin momentet. Jo, patjetër ishte epokë tjetër, Skënderbeu i art, ishte Skënderbeu për kampion, për titull kampion natyrisht, pretendent, ndryshe nga era Europë në atë kohë. Skënderbeu aktual. Megjithatë, gradualisht presojmë që Skënderbeu aktual hap pas hapi, vit pas viti ti afrohet sa më shumë atij niveli. Unë do të thoja këtë gjë, që Vllaznia në këtë moment është një skuadër më solide, megjithëse bëri një paraqitje të dobët në Kupat e Europës me Malishevën, një humbje katastrofale. Ideja është që Vllaznia ka një skuadër për momentin megjithëse ka pasur shumë ndryshime, vazhdon të jetë Balaj, po për momentin e shoqëroi në sulm Perez, një sulmues i ri që ka afruar në këtë moment të skuadra shkodrane, dhe Edon Murataj, që është një lojtar i ri me perspektive, që ndeshjet miqësore ka shënuar në disa ndeshje radhave, që besoj këto mund të jenë disa nga pikat më të rrezikshme të Vllaznisë aktuale në fazën ofensive. Mbetet për tu parë pjesa e mbrojtjes, aty ku ka bërë disa ndryshime, aty ku është afruar Musa për krahun e majtë dhe një ish i Skënderbeut, pra do të ndeshemi në këtë ndeshje me Randi Dunfur. Parashikohet të jetë titullar tek Vllaznia. Presojmë të titullar se do ta godasim aty ku duhet. Ti mendon domethënë që Vllaznia domethënë do ketë probleme me Dunfur? Sa probleme do ketë, sa nuk e ke idenë, po që isha dha e kuptojnë në shpejt se ai nuk e di unë, ai bën trajnerët për vete, tu thua ti në stërvitje ai super lojtar. Edhe kështu thanë dhe në Shkodër, si na i ka dhënë Skënderbeu këtë, pastaj ta shikojmë si au ka dhënë Skënderbeu kur mos ket orientimin, ai se s'ka orientim në fushën e futbollit. Gjithsesi nuk do të merrem me një lojtar i cili ne kam analizuar për rreth 2 vite, kështu që shpresojmë që ai në ndeshjen me ne të paktën të vazhdoj formën e gabime. Ideja është sekondë tek ekipi i Shkodrës, pashë që lojtarët e akademisë ishin 2 vëllezër të cilët do të luanin për ekipin e Vllaznisë si 2 lojtarë 19 vjeçar që kishte thirrur trajneri. Shiko, Martini është një lojtar që beson trajner që beson tek lojtarët e rinj, po Vllaznia historikisht është quajtur për klub që ka futur lojtar të rinj, ka aktivizuar me shumicë që nga akademitë më të mira që ka pasur futbolli shqiptar historikisht, që nga fillimet e kampionatit shqiptar deri në ditët e sotme. Kështu që nuk jam i çuditur as pak për këtë aspekt, pasi Vllaznia gjithmonë, sidomos për pjesën ofensive okej, s'po them që nuk kanë nxjerrë mes fushor apo mbrojtës talentuar, apo portier të talentuar, natyrisht ka pasur emra shumë të mëdhenj. Por tek pjesa e sulmit janë dalluar historikisht, domethënë emrat më të mëdhenj besoj mbi 60% ndoshta ose 70% e emrave të mëdhenj të sulmuesve të futbollit shqiptar, shumë prej tyre kanë ardhur nga Shkodra. Pashë një faqe Brendon ku i jepte të gjithë lojtarët të cilët do të luanin si pjesë e rregullit tashmë, pra 19 vjeçar, 18 vjeçar, dhe të gjitha klubet kishin nga një emër. Vetëm te Skënderbeu kishte pikpyetje.
Jo, mos ka bëj pyetje se në emrat ato i dim ato që kemi diskutuar. Ata kishin të sigurt që do të luajnë. Sigurt. Pra, çdo ekip kishte nga 2. Po tani jo çfarë poston çdo faqe, jo çdo gjë që fluturon tash. Më vjen keq më tashi. Ja me Ignatian, kë ka 19 vjeçar Ignatian, se Ignatian emrin atje. E kishte emrin të ta gjej tani. Ore le çfarë emri është ka, çfarë po luan në fushë. Le mos se sot në Europë nuk luan ai. Po mirë kur filloi kampionati do ta shohim atë djalin e ri të Ignatias. Të gjithë do t'i keni këto. Po dhe ne i kemi, pse çka kemi diskutuar ne deri. Kemi edhe ne po këta nuk e di pse ishte përcaktuar, sepse ishte sigurt që do të luanin ata, pra të gjitha ekipet e faqe. Asnjë nuk ka të sigurt mos asnjë faqe se ja ka futur kod fare e faqja se trajnerët do vendosin ja pas javë. Ka shkambi, ka Grazdanin, ka dhe disa të tjerë që mund të jenë të aktivizojnë në rast se ka dëmtime kartona e tjera me radhë. Kështu që ku është problemi në këtë aspekt nuk e kuptoj çfarë. Problemi është aty ku ta kam thënë që javën e kaluar na ka shkruar dhe profesor Niku në një nga komentet që ka thënë që ishte me mendimin tim që ky lojtari, ta thash, ta kam thënë që në fillim që kur doli, duhet të jetë titular i pa diskutueshëm. Jo 45 minuta edhe futet tjetrin. Jo, kështu e krijon problemin ti. Po ti ku e di që s'do luaj më shumë se 45 minuta, se po paragjykoni diçka që s'ka nisur, më s'ka ndodhur. Mirë, ditën e premte. Do ta shohim sa do luaj. Ti titular në situatën aktuale shkëm. Ose pas 45 minuta. Ta mban shkembi ty pas 45 minutash? Unë jam me këtë mendim këtu, që e para, prit. Shkambin nuk luan pozicionin e tij, se kemi thënë dhe ta kam thënë edhe përpara. Mendimi i thënë ai. E kam thënë para 2 javësh. Ndoshta nuk është në adapt për atë pozicion. Për mendimin tim është okay. Unë po të them këtë. Ahmata do të presë 45 minutshin, Mezi do ta shtyjë atë pjesën e parë që të fut lojtarin që do. Po mirë. Nuk e ka implementuar. Këta trajnerët e tjerë të Superligës më thuajnë ti kush e ka implementuar nga këta dhe do e lër kaq kështu lirshëm pas 45 minutave. Po atëherë pse thua te Snerbeu këta dhe këta thua se di. Po se di, mos e këta i kanë po jo, burse i kemi parë çka kanë luajtur miqësorë, kanë parë formacionet, i kanë parë dhe çfarë kanë aktivizuar. Po. Edhe kë kanë aktivizuar. Po formacione titular bazë të gjithë, domethënë të gjithë nga lojtarët të rinj nuk është se e kanë bazuar lojën, se ti po e thua, unë nuk jam kundër asaj filozofie që thua ti që atë lojtarin e ri ta përgatitesh seriozisht dhe ta kesh një titular vërtet potencial, jo thjesht sa për plotësuar rregullin, sa për të kaluar radhën. Me këtë jam dakord me ty që duhet punuar në këtë lloj mënyre, me këtë lloj filozofie. Po mos më thuaj mua ti tash që këta të tjerë kanë përgatitur, nëse kanë përgatitur të gjithë në një stadium. Ja do ta shikosh kur të nis kampionati, nëse do jetë kështu. Unë them mbaroj 45 minutë direkt në lojë ose mos të them që ta fut pjesë të dytë djalin. Po këtë, po s'ka se futesh detyrimi pjesës së parë. Po vetëm do ta nis titular nga fillimi në Superligë. Kështu që prandaj po të them mos u nxito për këtë pjesë, ti nxitohesh një çik për sa gjëra. Mos u nxito për këtë pjesë, do të shikosh dhe skuadrat e tjera, do flasim bashkë javë pas javë pastaj. Unë shpresoj që nga ky rregull të dalin lojtarë të mëdhenj për kampionatin shqiptar. Të gjithë patjetër, natyrisht urojmë për të gjithë të rinjtë, sepse është një moment që nëse përpara ka pasur shumë problematika për dhënien e hapësirave të tyre në kampionatin shqiptar, është momenti që tani të kapin atë shansin le të themi të karrierës që të paktën në mos të gjithë shumica prej tyre të bëjnë karrierën pas jo thjesht në kampionatin shqiptar, po edhe më tej. Ne ju urojmë suksese që të kalojmë për tej nivelit të kampionatit shqiptar. Po thoj për vllaznin. Tani qëndrojmë po tek rivali që kemi ditën e premte, pra po thosha pritet të rikthehet megjithëse nuk do të luajë ndeshjen me Snerbeu dhe Lirim Kastrati që ishte rikthyer këtu ditë në stërvitje nga një dëmtim i rëndë që kishte pasur, që ka qenë një nga lojtarët kryesorë të vllaznisë sezonin e kaluar. Mirë po thoja që është larguar Kallaku, është larguar Mala, pra ka humbur disa lojtarë me peshë vllaznia në këtë merkato vere. Është larguar dhe portieri i sezonit kaluar, ka tentuar të afrojë tashmë përsëri një portier të huaj ditët e fundit. Kështu që një vllazni me ndryshime, një Skënderbeu me më shumë ndryshime se sa vllaznia do thoja unë, ose vllaznia ka bërë pak ndryshime, por Skënderbeu ka bërë pak më shumë, natyrisht për shkak të kontekstit sepse vjen nga kategoria e parë. Kështu që favorite në lehtë natyrisht ndeshja është në Shkodër, mund të jetë paksa vllaznia, po nuk e di pse kam besim që në rast se skuadra e Skënderbeut do arriti kaloj ato momentet e komplikuara, sepse domethënë normalisht ndeshjen kampionat shqiptar janë ndeshje që zgjidhen me episode, domethënë kush është ai që mund të përfitojë më shumë, se dhe futbolli flet gabimesh, po kush është ai që përfiton në maksimum nga momentet, nga shanset që do i krijohen. Unë kam besim që Skënderbeu do të marrë një rezultat pozitiv në ndeshjen me Vllaznin, nuk po them fitore, por shpresoj të paktën një barazim. Shpresojmë për fitore, sepse ndeshja futbolli Vllaznia nuk është ajo që ishte vjet. Për këtë arsye shpresoj që mund të tentojmë një surprizë, po thash, do të varet edhe nga forma që do të tregojë skuadra koçare, domethënë sa ka arritur në këto 6 javë, po që nga fillimi nëse zëm nga një korriku, po themi të paktën këto muajin e fundit që pak a shumë ishte shumica e skuadrës,
ta arrijë të tregojë një lojë sa më të konsoliduar që t'i bëj ball vllaznisë dhe mbetet për të parë ato pozicionet që kemi ende dilema mbrojtësi djathtë, kush do të aktivohet dhe më saktë kush do qëndrojë, sepse është ende diskutimi Diskurtit, Dodës, se Vangjeli dihet që është pjesë e skuadrës, është e ka rinovuar kontratën normalisht. Dhe pjesa tjetër pastaj besoj që do të luajmë me Aliaj në port, me Shaqen mbrojtje në krah të majt, Lagonidis dhe Elleshi, sepse një pjesë në fillim të fazës përjatore mendonim që mund të ishte qendërmbrojtësi francez, por kemi parë Elleshin që ka pasur një vazhdimsi dhe ka krijuar një dyshë simpatike, do thoja unë, në qendër të mbrojtjes me Lagonidis. Dhe në mesin e fushës 2-3-1 shikon skemën 4-2-3-1? Besoj se po. Drame Braga besoj dyshja para mbrojtjes, Janaçi ose le të themi para dyshjes së mes fushës ose në krahun e djathtë. Dhe shikoj Diallo, dilema besoj diku këtu do jetë, një midis dy emra, domethënë Shkëmbi do ta nis gjithashtu, në majtë të sulmit Bismarck ose Veličkovski, pra normalisht do të jetë Bismarck, por nëse Bismarck mund të ketë ende probleme fizike do të jetë. Janaçi ne kalove vjeçti ose 10 ose mes krahut djathtë, sepse po ta shikosh në ndeshjet miqësore kam me kujdes. Po në krah të shiko. Janaçi është një lojtar që e bën box to boxin, dhe është një lojtar që edhe krahun mund ta marrë, domethënë krahun djathtë, ndeshjen sidomos me Pogradecin pjesën e dytë, e vura re që trajneri Amata e përdori shpesh, madje edhe kur është në mes fushë, pra edhe kur ka luajtur Diallo, Deklan dhe Bismarck apo Veličkovski, pra kur ka luajtur me një far 4 në mos 2-3-1-shi, 4-3-3-shi, e shikoj shpesh që Janaçi shkon dhe bën pressing tek portieri, tek mbrojtësi kundërshtar, bën në thonjza dhe atë punën e sulmuesit të fshehtë ose tenton të dalë jashtë. Janaçi Totre Shkambi. Unë mendoj se po, ose po t'isha unë trajneri më saktë, po t'isha unë në vend të Ahmatit, unë do aktivizoja këta tre emra, po kam përshtypjen do luaj Janaçi dhe Diallo dhe në majtë sulmitash. Bismarck normalisht, nëse Bismarck ka probleme do jetë Veličkovski, po unë besoj që ky do të jetë formacioni dhe me gjasë në krah të djathtë besoj Vangjeli, kështu që unë besoj me 90% ky do të jetë formacioni në ditën e premte në Shkodër. Para se të bëj një pyetje, do të prezantoj një ofertë që na e ka sjell në studio Fircom Electronic Store. Kemi një Samsung S26 Ultra, 12 GB RAM, 256 memoria, 100% bateri, versioni global, dhe këtë e gjeni në dyqanin e Fircom për vetëm 74.000 lekë ose 740.000 lekë. Po shkuat aty te dyqani, do ta përfitoni. Thojeni që e pam edhe reklamën e Boom Sportit dhe se mund t'ju bëhet edhe një ulje Firdeusi, kështu që jeni okay. Pra, këtë na e ka sjell Fircom Electronic Store. Ne falenderojmë. Tani pyetja që unë kam për ty, ti e cek e pak dhe tek emisioni me Nardin ku the për pjesën e NASA që na vjen në datën 17. Pas datës 17. Okej, tani unë komentova atje, por që s'ka gjë, më mirë po ta them. Lëm te komentet në fund. Jo, do ta them këtë pjesën tani. Pse ndodh kjo, ose do ta them unë versionin tim pse ndodh dhe pastaj më thuaj ti atë zyrtarin, po unë do të them të vërtetin, ti mund të më thuash zyrtarin. Po pse kush ndryshimi midis saj, pse ke të vërtetën absolute? Unë kam të vërtetë. Unë nuk më ishte nga mendja këtë pjesë. Mirë, pa ish opinioni tim, mos po e kam të vërtetën. Jo vetëm Nasër, por dhe disa lojtarë të tjerë, të cilët kanë qenë pjesë e Skënderbeut, në momentin që ne nuk kemi paraqitur në Kupat e Evropës, këta kanë bërë të njëjtën veprim. Po mirë, po kur ishim Kupat e Evropës si atë vinin ata. Jo. Po jo më pse Demte nuk të ka shkuar në Zvicër. Dajës nuk i kanë shkuar 2-3 lojtarë, nuk kemi në vizën në Sloveni dhe në këto. Tani një sekond, ti mendon se nëse ne do të ishim kualifikuar dhe do të luanim në Europë këtë sezon, nuk do të vinte Nasër? Ore, nuk është puna do vinte. Nëse ka problem, po them shtetet e UAE në këtë rast nuk ta japi. James Adenin nuk të ka luajë ty në Europë, nuk jepte vizën atë kohë, mos gaboj ambasada irlandeze ose mbretërisë bashkuar. Jo, kjo është pjesë tjetër kjo kur niset ekipi për të vajtur në Irlandë dhe nuk e njeh atë shtet se ka problem. Jo, s'është një shtet. Nuk e kisha në shtet, nuk dua të them atë. Ore, është tjetër pjesë ku James Adenin është me ekipin dhe nuk ta jep vizën kur ditësh dohesh të luash. Në këtë rast, që të vish stërvitet me ekipin, sta jep shteti shqiptar vizën. Shteti shqiptar, po pse këta lojtarë si Saleh Nasr në këtë moment ka gjetur një anomali që të shtoj pushimet. Saleh Nasr e bëri sigurisht pjesë e Marokut në botëror, edhe lojtarët që ishin pjesë e Marokut tani janë me ekipet. Këta brendon zgjasin pushimet. Egjiptian Shëncika kanë qenë pjesë e Egjiptit, ai deri në finalet ishte do kishte erdhur tani. Këta gjejnë anomali që të mos vinë në ekip, të vinë ditën kur fillon kampionati. Sepse kështu duan ta bëjnë, kështu duan të bëjnë pushime. Pse dhe në dhjetor e njëjta gjë. Në dhjetor erdhi pas një muaji, mu varet bëjmë çik pushime aty me njerëzit tanë dhe pastaj të vëmë të lozim për këta se na presin këta. E kupton o?
Për mua këto janë të përsëritura, ndodhin shpesh në klubin ton, nuk duhet të ndodhin me, po duhet t'i tregoj dera, sepse nuk jemi të varur ne nga Nasër. Okej, është lojtar shumë i mirë dhe unë mezi pres faktikisht pjesën e të luajturit, aman, nuk duhet të varemi ne nga këta lojtarët, me s'ta jep vizën. Unë them këta gjejnë anomali që të jenë në rregull dhe me klubin, se ja të thot ai e ka gjetur anomalin dhe ja të thot ai që nuk ma jep shteti shqiptar vizën ose shteti egjiptian vizën sepse ka ndodhur kjo gjë. Këto i gjejnë vetë këta, i bëjnë vetë këta që të shtojnë pushimet, të rinë për qef me familjen e tyre 4 muaj të bëjnë pushimet sa të duan dhe pastaj të vinë këtu kur filloj kampionati. Se vjen. Për ai është futbollist profesionist, mjafton të ketë bërë pak palestër ose pak fazën me veten e vet. Aty dhe vjen në formë për 2 javë. Do duhet po të rikthehej në formë. Në vjetor sa në një ai. Erdhi të mërkur të shtunë ishte në lojë tani se mbajmë mend bashk. Kemi pa ndeshje. Është tjetër gjë ajo në mes sezonit, po që po them në këtë periudhë do duan besoj disa, unë besoj që Nasër nuk po them që mund të mos aktivizohet 5 ose 10 minuta para pauzës kombëtarëve në muajin shtator, po besoj që të jetë titullar do të jetë në tetor pas pauzës kombëtare. Nasër po të erdhi. Do jemi këtu e do ta shohim. Po të erdhi Nasër e ke në 20 minutat e fundit ose 10 minutat e fundit të lojës e ke në lojë. Po mirë, 10 minutat e fundit është tjetër gjë, të luash titullar është tjetër gjë në 10 minuta. Nasër do hyj shumë shpejt do inkuadrohet me ekipin sepse tani unë them Nasër ka ngjelet lojtari mirë për ekipin momentalisht. Tani të japësh opinion është një gjë dhe të japësh informacion është tjetër gjë. Domethënë ai opinione që po mos thuaj kam të vërtetën absolute. E vërtet për mua, ore. Dakor, pra, je i lirë ta thuash opinionin siç e mendon ti. Dakor. Dakor, po ta janë këta kështu bëjnë. Ideja është që në momentin që ka pengesa ligjore që shkojnë përtej aftësive apo mundësive të kompetencave të një klubi futbolli apo volejbolli, basketbolli apo ku di unë çfarë do lloj sporti. Vetëm ne na ndodhin këto. Nuk ka çfarë të bësh në atë pjesë sepse ka shtetet, domethënë ka organe të tjera që prevalojnë mbi pjesën sportive, edhe mbi federatat, edhe mbi klubet e futbollit në këtë rast me shpërfaqësit e futbollit. 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, prapë njëjta gjë, po të njëjtin problem na pas ka ky. Si na pas ka e kam shpjeguar edhe në dhjetor, edhe tani të njëjtin problem. Edhe atë ditë edhe me Nardin e shpjegova, edhe përsëri edhe atë ditë e thash, domethënë mënyra se si funksionon aplikimi me sistemin e viza dhe të tjera me radhë, kështu që nëse e ke ndjekur episodin e kaluar. Pse nuk I marrin masat më përpara? Mund ta ndjeksh aty. Po merrim masat më përpara si klub, nuk është puna me masat më përpara, është puna që fluksi është aq I madh, sepse nuk janë në kategori të ndara. Ta kam shpjeguar në episodin e kaluar, po se ke ndjekur me vëmendje. Po lera tani, kështu që tani po do ta kuptosh argumentin. Ka fluks tani, po merrem ore yll pro aplikimi yll në ambasadë, sharoj jam klub futbolli, do të shkoj që nga kjo datë do të vi në këtë datë dhe nëse I merr këto masa brapa, po këta I lën vetë to Kastilet, sa klubi, se nuk do merret me klubi me këta, jo, tani ajo ka për detyrë të vinë në kontratë, klubi s'ka asnjë faj. Tani klubi, po ti ishte kjo që thua ti, e ka shumë të thjeshtë sepse rregulloren e klubit dhe në kontratët e lojtarëve ka penalitete, ka gjoba për ditë vonesë të pajosifikuara e tjera me radhë, prandaj po them ku e shikon problemin këtu sepse çdo lojtar që vjen pa vonesë, pa lejen e klubit, gjobitet ka penalitete në kontratë. Po pikërisht. Ai I thot klubit që kam këtë problem nuk vi dot, e ka shpikur problemin. Me goja ai ka vërtetim, ka dokumenta për atë gjë dhe ka verifikime në sistem. Do ta filloj atëre kur të jetë në formë për të luajtur, po ideja është në këto momente sepse e bëre banale shumë ato vërtet mund të jenë vende me probleme, por nuk ka të bëjë fare me këtë pjesë që the ti. Ideja është që në momentin që ke një atë, po të them, klubet e kanë shumë të thjeshtë me këtë lloj lojtarësh që mund të jenë me vonesë pa arsye, nëse është kjo, pa arsye që në informacionin tim nuk është. Ka arsye ai mo. Dhe po ta them, në këtë momentin, po atëre nuk është ajo që thua ti. Por ja dërgon klubin arsye, ja ku s'më lë shteti egjiptian ose s'më lë shteti shqiptar të hyjë në Finland. Nuk është problemi, nuk e lën Finland, domethënë nëse ka vonesë, refuzon sistemi, domethënë online I aplikimit të vizës, nuk e çfarë I bën asaj. Çfarë do t'i bëjnë Nasri? Se nuk I ndodh asnjë klubi kjo, bro, po I ndodhin dhe klube të tjera, po tani je kapur një çik, je fiksuar me. Jo, prit. Je fiksuar me këtë. Në rregull. Pse I ndodhi Nasrit, kjo I ndodhi në dhjetor. Po I ndodhi edhe këtij brazilianit Ramos më. Edhe ky sikur vonua një 2 javë, 3 javë. Në dhjetor. Apo dhe ky probleme me vizat me shtetin shqiptar, dokumentacioni nuk ditë tash shteti shqiptar e di shtet gjerman ti çfarë di shteti shqiptar. Po pse asnjë ekip I nuk I ndodh këto? E kanë mësuar si ka ndodhur dhe Tiranës, si ka ndodhur dhe Flamurtarit I ka ndodhur dhe mos të zë tër ekipet me radhë tash domethënë. Dhe ndër vite kanë ndodhur aq shumë sa s'numërohet. Stile të bëjnë çik më shumë pushime se ç'kan dëshirë. Mirë, është opinioni jot. Unë informacionin tim e kam dhënë për pjesën e Nasr. Ideja është që në këto momente ku jemi Skënderbeu duhet të jetë për mendimin tim
i qetë, domethënë ndeshin me vllazninë, domethënë skuadra do ta marr me sa më pak emocione, ishim tek formacioni, pra ta thash pak a shumë si mendoj unë që do të luaj. Ja, dhe unë po ashtu dhe unë të njëjtin Ti mund të thuash ose ke ndonjë informacion tjetër paralel ose ndonjë mendim tjetër për atë pjesën e formacionit? Do të dish informacion timin. Mirë, thuaj atë që do bëje ti, unë thash atë që mendoj se do jetë. Atë që do bëja unë, atë që do bëja. Ati mendon se do jetë ashtu siç thua. Domethënë, ore, dhe unë me ty jam ose që Ahmata në këto do lëviz, po për shembull, portier okay. Marko Alia. Qandra Lagonidit Leshis nuk kam shumë siguri, mirë po kanë një potencial të jashtëzakonshëm që ata të bëjnë një dyshesh shkëlqyer. Nuk e di si do ta nisin, por kanë potencial shumë të mirë. Në krahun e djathtë do të luaja me djaloshin që erdhi nga Italia, Dodan, ose dhe Kurti, ose dhe Vangeli, po unë do të vazhdoja me Dodën. Në krahun e majt unë këtu tashi do të implementoja, ta kam thënë dhe ta them pra, Grazdanin titullar. Dhe pastaj nëse në minutën e 60 dhe 70 mund të futesh e shaqe ose nuk e di. Por që këtu e implementon titullar Grazdanin dhe e ke në fazën mbrojtëse dhe sulmin ja beson 3 lojtarëve të cilët mund mendon ti që kanë potencial, e po ja them trajnerit këta, që kanë potencial që të zgjidhin ndeshjen. Pra nuk e vret mendjen që lojtari në 19 vjeçar se e di që ka më shumë siklet, ta aktivizoj në sulm. Aktivizoj sulmin Janaçi, domethënë treshen mbrapa sulmuesit, Janaçi Totre Diallo dhe nuk lodhesh me pjesën e Grazdanit, mban me pjesën e shkambit dhe mban Grazdanin titullar dhe e zgjidh këtu, sepse Dialloshi ka vërtet potencial dhe unë them që ai edhe kam thënë përpara është më i mirë dhe se Shaqe dhe se Zanullarit, të cilët sapo rinovuan me ekipin e Skënderbeu. Gjithsesi i mbetet Ahmata kjo, por këtu mundet të bënte këtë llojin eksperimenti tek 19 vjeçari. E ka me siguri që ai djalë do të ecë. Kështu që ti nuk e di ose ai nuk e di ku do ta besoj, por që unë kështu do doja, gjithsesi është e sigurt që do të luajë Shaqe në krahun e majt dhe në sulm Totre, Janaçi dhe Shkambi dhe pastaj Bismarck në majën e sulmit. Kështu që të dy jemi tek kjo pjesa e mezit të fushës midis Bragës dhe Drame. Besoj se po, vetëm gjë që më bëm të dyshoj paksa, megjithëse ishte miqësore me Pogradecin, okay, 25 minuta e para diet që aktivizua një mix formacioni me të rinj dhe lojtar të Stolit, pra ishte Abubakar, luajti dhe nga fillimi Grazdani gjithashtu, pas aktivizoi lojtarët trajneri Ahmata dhe pas erdhi dhe goli i Beliçkovskit pas një asisti të Diallo. Unë do thoja që Braga në atë moment hyri pjesën e dytën, mos gaboj ndeshjen me Pogradecin, nuk ishte titullar që nga fillimi. Unë kam përshtimin dhe ajo mund të jetë një farë dileme. Mund të jetë Janaçi, prandaj po them, ajo mund të jetë dilema Janaçi Drame dhe më pas të kaloj Diallo me Totre në fazën. Do të kesh pak sulm. Edhe kjo është pjesa, domethënë këtë që prandaj po them mbetet për pas strategjia që do përzgjedhë dhe nga natyra e lojtarit që do të vendosë atë, nëse do të luajë me dy lojtar para mbrojtjes, le të themi se Braga ka një profil më shkatrues, Janaçi është paksa më ofensiv, kështu që mbetet për tu parë, domethënë nëse do preferoj ta mbajë në dyshën e mesfushës apo ta aktivizoj paksa më të avancuar Janaçi. Ai lojtari sulmues që doli se i mbeti aty tani, që doli me të kuq kundër Llaçit. Luajti ndeshjen e parë, mësoi Mohamed. Çupa ai u zhdukën. Se kanë parë në ndeshjet miqësore të tjera në vazhdim. Nuk e di, duhet jetë me lojtar me skuadrën e trimeve mes kanë përshtypjen. Po me atë Alisonin e Huksit çfarë ndodhi mos edhe ajo ishte shumë qesharake si gjë. E kishin marrë vetëm për ndeshjen për me Panathinaikos? Që të binte në sy. Me sa duket luajti vetëm ato 45 minutat e dyta me skuadrën greke, kishte luajtur ndërkohë para disa ditësh me Kuksin në miqësorën e Skënderbeut. E tham që ishte një nga ata 2-3 brazilian lojtarët interesant që afroi Kukës merkaton janarit. Me sa duket nuk kanë rënë dakord të dy klubet për pjesën e transferimit tek Skënderbeu dhe Alison në dijenin time është kthyer te Kuksi, pra aty ku edhe kishte kontratën natyrisht. Ty të pëlqen të ngelesh pak në këto termat serioz. Ty nuk të quhet serioz, po janë reale. Jo, më një sekondë. Unë lexova që ty të pëlqen si të ta them këtë termin ty, këto termat absurde, si ti. Jo, pritmo, po jo, nëse duken absurde nuk ishte fjala e dur, po gjithsesi. Unë lexova nga Panorama Sport që Skënderbeu kishte bërë plan që Alison të luante përballë Panathinaikosit
të ekipit të parë, jo 19 vjeç çfarë, dhe të binte në syt lojtari Alisson, pra që të shikonte Panatelikosi që ky lojtari Alisson ky është në shitje ose mund ta blini ose kështu, nuk e di çfarë vëllë reklame. O e di pse nuk e besoj që tjetër reale apo një arsye sepse asnjë lloj ekipi nuk blen një lojtar me një ndeshje. S'ka ndodhur kur në histori, nuk e di, mund të kenë një rast shumë i rrallë në historinë e futbollit botror, jo shqiptar. Panorama Sport. Po dhe unë nuk po them që gënjej, nuk po them që citove gabim, sepse e kam lexuar dhe unë atë informacion, po them këtë gjë. Nuk e besoj që të blihet, jo Alissoni, po çfarë të më emrat më të mëdha futbollit botror, nuk blihen me një ndeshje. Nuk e besoj dhe unë. Kështu që më lër ta dyshoj këtë pjesë. Dgjoj të tregoj një histori të bukur kur kam qenë 13 vjeç, 12-13 vjeç, kam bërë ato provat për të luajtur futboll, pra për të shkuar në stërvitje dhe ishin trajnerët të cilët nuk do t'ja u përmend emrin sepse kanë ndruar dhe jetë, dhe unë së bashku me 4 miq të tim shkojmë për të bërë ndeshjen e provës. Unë nuk isha më i miri nga ata miq të tim, por në të katërt unë u përzgjodha. E di çfarë bëra unë atë ndeshje. Merja topin dhe bëja vetëm triblime. Ma merrnin direkt, ama një triblime ne bëja ndonjë finte të bukur kështu, sa për të rënë në sy. Rash në sy, vazhdova, u bëra pjesë e ekipit të Skënderbeut deri në moshën 17 vjeçare, pastaj u duk që s'isha për atë punë, aman duhet të them kështu më përzgjodhur mua dhe kështu mund të, domethënë, nëse klubi ton bashkë me Kuksin ishte në një moshë tjetër. Prit, nëse klubi ton, çfarë dua të them mo, nëse klubi ton bashkë me Kuksin kanë arritur në një nivel të tillë për të shitur një lojtar, për mua kjo është qesharake. Citimin edhe atë është Panorama Sport, kështu që unë po arritin, domethënë po ka vajtur kështu puna në këtë nivel dhe për këtë pjesë që të binte në sy ky që ta blinin ata grekët. Për mua është amatorizëm, por gjithsesi unë nuk besoj se ka ndodhur ashtu. Megjithatë, kalojmë do thoja në këtë momente në një pjesë tjetër për falenderuar një miq të tan, natyrisht sponsorat që kanë përkrahur këtë emision. I falenderojmë të gjithë natyrisht. Kalojmë në një hapësirë tjetër shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi përsëri në transmetim. Firkom Electronic Store, dyqani pajisjeve elektronike dhe të telekomunikacionit më cilësore në Korçë. Ndodhet në qendër të qytetit në Bulevard Republika përballë Bankës Credins. Në dyqan do të gjeni telefona, tableta, pajisje elektronike smart, skutera elektrik dhe aksesorë të ndryshëm të markave më të njohura ndërkombëtare me çmimet më të mira. Firkom ju ofron gjithashtu shërbime të ndryshme riparimi dhe servisi për pajisjet tuaja, transport në të gjithë Shqipërinë. Përfitoni nga ofertat tona dhe vizitoni dyqanin ton ku stafi do të jetë në dispozicionin tuaj për të plotësuar çdo kërkesë. Për më shumë informacione ose për porosi mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale të Firkom Electronic Store. Grip Club Medical Center, qendra më e re mjekësore multidisiplinare në qendër të qytetit të Korçës, në bulevardin Franoli, prapa Bankës Raiffeisen, poshtë farmaci Jimenez. Tek ne do të gjeni të gjithë kujdesin që ju nevojitet, përfitoni nga paketat tona, nga kontrollet rutinë deri tek shërbimet e avancuara diagnostikuese. Tek Greek Medical Center do të gjeni një ambient komod dhe mikpritës, një staf profesional dhe të kualifikuar përfshir konsulta me mjek specialistë grek. Një laborator me teknologji moderne, diagnostikim të saktë, shërbim korrekt dhe të personalizuar për çdo pacient, sepse shëndeti nuk pret. Për më shumë informacione ose nëse doni të rezervoni një takim, mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale të Greek Lab Medical Center. Kafe Elzak, kafja juaj e preferuar që prej vitit 1992. Tek Elzak mund të blini dhe të degustoni kafe ekspres, kafe turke, bustin, kakao, çokoladë dhe një shumë llojshmëri produktesh të tjera. Dyqanin e Elzak mund ta gjeni në qytetin e Korçës, rruga Konferenca e Pezës, pranë gjimnazit Themistokli Gërmei. Kafe Elzak, kafja që të bën të ndihesh i gjallë. Për më shumë informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale të Kafe Elzak. Miq të Boom Sport, jemi rikthyer sërish në studio dhe unë do të citoj tashmë një ofertë që na ka ardhur nga Greek Lab Medical Center. Kemi paketën Summer Check-up, e cila përfshin analizat hemogram, glicemi, azot, kreatinë, ALT, AST, elektrolite dhe analizë urine, të gjitha me një çmim nga 4.000 lekë në 3.000 lekë. Mund ta gjeni përgjatë kësaj jave në Greek Medical Center. Atëherë prandon tashmë do të kalojmë tek pjesë tjetër e emisionit dhe është pjesa e Kupave të Europës me Gnatian, e cila siguron pjesëmarrjen në Conference League dhe luan play-offin në Europa League, dhe Dinamon, i cili do të luajë play-offin e Conference League-s përballë ekipit të Pafos, i cili vitin e kaluar luante në UEFA Champions League. Si e pe Gnatian dhe një parashikim si
ku e shikon, do të jetë në Europa League apo do të jetë në konferencë? Atëre, unë do të them së pari dy ndeshjet e para do të luajnë në Shqipëri, pra të dyja si Egnatia e Dinamo, ndeshjet e para të turit play-off do t'i luajë në ditën e njëjtë, njëra në orën 19 dhe tjetra në orën 21, Dinamo në orën 19 me Pafos dhe në orën 21 Egnatia me Lillestrøm, ekipi norvegjez, i cili sezonin e kaluar fitoi kupën e Norvegjisë, duke qenë në kategorinë e dytë, pra ekuivalenti kategorisë parë në Shqipëri, në mos gaboj, dhe do të thoja që ndeshja me po, sepse është duke luajtur kampionati norvegjez është në javën e 17 në mos gaboj në këto momente, pra është në mes të sezonit. Është një nivel shumë i lartë. Jo, po, është një kampionat fizik, skuadra t'jepe Bodo Glimti, çfarë spektakli surprize doli në grupet e Champions League. Nuk janë të gjitha, kuptohet, patjetër të njëjtit nivel, por që po them si profil skuadrash, përgjithsisht historikisht futbolli shqiptar me këto skuadrat nordike ka vuajtur shumë, sidomos për pjesën fizike që kanë këto lloj skuadrash, dhe të kthehemi tek Shamroku. Unë pavarësisht se Nardi ishte pak skeptik javën e kaluar për shpresat e Egnatias për të kaluar, unë kisha një farë besimi sepse Shamroku në ndeshjen e parë e zgjidhi përveç atij 11 metrësh i pjesën e parë që e ekuilibrua nga Gruda. Jo, u zhbllokua ndeshja nga ai gabim pastaj pjesën e dytë dhe u psoi 2 gola në 5 minuta Egnatia, pra goditje standarde me kokë, i pari për shkak të daljes gabuar dhe Sinani dhe i dyti një mungesë vëmendje, do thoya, ose përqendrimi në mbrojtje. Pastaj po, ishin 2-3 mundësi të tjera me kundërshulme dhe raste të pastra që Shamroku mund të ketë shnuar dhe 1 ose 2 gola të tjerës, pasi Egnatia pas 3-1 u shokua atje në Irlandë dhe nuk parinte dot të mblidhte veten, e pati shumë të vështirë të rikuperonte. Por ndeshjen e kthimit, duke parë dhe rezultatet që Egnatia kishte arritur në shtëpi vitet e fundit apo dhe këtë sezon në Kupat e Europës, kisha një farë besimi që minimumi mund ta çonte në shtesë, pra të shkonte 2-0 dhe më pas të shkonte në shtesë, në rast se nuk do të kishte mundësi të kalonte direkt me 3-0 apo dhe rezultati ishte surpriza më e madhe, pasi nuk e prisja dhe ju uroja natyrisht përveç suksese Egnatia si uroja që të gjente një gol të shpejt, gjë që i erdhën, madje i erdhën 2 gola brenda 10 minutash dhe i treti erdhi brenda minutës së 19, madje ka humbur edhe një mundësi tjetër Gruda të pastër vetë për vetë me portierin, pra mund ta kishte shkuar në 4-0 që 20 minutat e para. Dhe më pas arriti të administronte, ajo që më bëri përshtypje dhe që për fat të keq që shikoj që në skuadrat shqiptare vazhdon të ndodh në Kupat e Europës, siç i ndodhi dhe Dinamos javën e kaluar me Prëndrecën, i ndodhi Ndrecës në këtë rast. Mbrojtësit majtë e Egnatias që lë skuadrën me 10 lojtarë në një moment të tillë me rezultatin 4-0 në ato momente, merr kartonin e dytë për një faull krejtësisht pa nevojshme, një ndryre të rrezikshme, pasi në fundit edhe po ta kalonte kundërshtarin në atë moment, nuk kishte çfarë në një rast flagrant. Do të flasim tani këtu. Dhe po them këto të fitojnë. Dhe po them që duhet menaxhuar më mirë kjo pjesë, pasi në atë moment fatmirësisht për Egnatia nuk kishte nevojë, le të themi, ishte rezultati mbyllur. Ishte rezultati pothuajse mbyllur, ndeshja e mbyllur dhe me 10 lojtar mund të rezistonte, madje Egnatia jo vetëm rezistoi, por shnoi dhe golin e 5 me kundërshtul me Albanezën, që duhet thënë atë ndeshje për mendimin tim, lojtari i ndeshjes, domethënë Aleksi ka bërë një paraqitje shumë të mirë, do të thënë që u rikthye në formacion. Po është pak i keq. U rikthye në pozicionin e mbrojtësit në këtë moment, pasi dihet që u largua Xhemaili nga Egnatia, nga skuadra, u transferua në Azi dhe duhet thënë që Albaneza për mendimin tim ka bërë një ndeshje jo thjesht për golat, po për mënyrën si luaj, ka vrapuar pafund atë ndeshje, domethënë e ka mbajtur ai peshën e skuadrës. Okej, dhe diçka për pjesën e Dinamos. Më pëlqen shumë ai lojtar. Dhe Adisa po më surprizon pasi po zëvendëson Bakayokon, pasi normalisht ishte parashikuar Bakayoko si titullar te Egnatia, pa i dënim afatgjat që pothuajse mbylli sezonin. Adisa për surprizon, Adisa i ka dhënë kampionatin, ka shënuar golin përballë ekipit të Vllaznisë në golin më të rëndësishëm. Dakor, po normalisht është lojtari që vjen nga Stoli dhe në ndeshjet e Europës kampionati shqiptar është tjetër gjë dhe Europa është tjetër gjë. Ndalu pa shkurtimisht edhe Dinamo Brendon. Shiko, ma lërë ta marrë këtë të Egnatias në këtë aspekt. Se ma lërë ta mbyll fjalë. Ideja është që Egnatia për mendimin tim ka marrë një sukses shumë të merituar, është ekipi i dytë pas Skënderbeut që siguron Kupat e Europës, në këtë rast Conference League-ën, ka siguruar edhe një shumë, besoj, mjaft të kënaqshme financiare deri tani nga UEFA rreth 3.2 milionë euro. Dhe shpresojmë me Lillestrømin, pavarësisht se drejtuesit sportiv, pra dhe presidenti Demrozi dhe drejtori sportiv Egnatias pas ndeshjes thanë që nuk është se do të kemi afrime për forcime të tjera thjesht për Europën, madje mund të ketë ndoshta më vonë 2 ose 3 largime nga lojtarët më të mirë të Egnatias, ndoshta mund të shiten në Europë, besoj merkaton e dimrit ose në fund sezonit të ardhshëm. Mbetet për të parë nga oferta dhe nga gjendja e lojtarëve natyrisht, performanca që ata do të japin në ndeshjet e Conference League-s, në rast se shkojnë Conference League, por unë uroj Europa League-ën, pavarësisht se Egnatia duket
sikur është relaksuar paksa, domethënë ka rënë ai stresi i madh për të kapur kupat e Europës. Unë shpresoj që lojtarët ta marrin pa presion këtë ndeshje, ta shijojnë dhe pse të kemë presion se dhe ka mund ta kalojnë sepse po them nuk është një objektiv i pamundur, domethënë Lillestrømi dhe mund ta tentojnë. Do varet shumë në qoftë se vërtet Egnatia do ta tentojë Europa Ligën, që aty vërtet do e barazonte suksesin e Skënderbeut për të u futur në Europa Ligë. Do e barazon, do i afroj pas Skënderbeu ka hyrë 2 herë, po do ta barazonte në aspektin e hyrjes në Europa League. Do varet shumë nga ndeshja e parë. Me sa duket Egnatia domethënë ose në thonjza e zgjidh që ndeshjen e parë në shtëpi, s'po them të fitoj 5-0 apo 5-1, po po them të marrë një avantazh të rëndësishëm ndeshjen e parë në shtëpi, në mënyrë që të ketë shpresë që ndeshjen e kthimit të tentojë kalimin më pas në grupet e Europa Ligës. Tek Dinamo. Po prit të them edhe unë. Po, thuaj patjetër. Okej. Atë sa i takon pjesës Egnatias, për mua është një sukses edhe nëse ata shkojnë në Conference League. Dhe unë them që Egnatia me këto investime dhe me këtë ekip që ka nuk do të diskutonte fare pjesën e Conference League-s apo pseu dhe Europa Ligës, sepse në këto kompeticione, sidomos në Conference League, kanë hyrë dhe ekipe nga Malta, nga Gibraltari, nga Georgia, më the thash gjitha këto ekipet, dhe kampionati tonë qëndron shumë më lart se sa këto që përmenda, dhe unë them që asnjëherë të paktën një ekip ne dy ta kemi gjithmonë në konferencë apo Europa League. Unë do t'ju uroja Ignatias që të shkonte në Europa League, sepse normalisht shifrat monetare janë më të larta në Europa League, mbase do të bënte një gap, do thoja, me ekipet e tjera, sepse do t'i rriteshin shumë ato investimet dhe financat, por që gjithsesi në këto raste ju urojmë ekipit e Ignatias që të shkojë sa më lart dhe pse jo të shkojë në Europa League. Rritet edhe koeficienti, sepse do t'ja themi edhe ndjekësve këtë, rritet edhe koeficientin e kampionatit shqiptar, pra një skuadër tjetër që do të hyjë në Europa League në Conference League. Jo, rritja e koeficientit është vetëm nëse rritet kampionati nga vendi 43 apo 45 të shkosh në vend të 30 ose në 30 e para, aty po mund të ndryshojë pjesa e rritjes së numrit të kesh një skuadër nga Conference League në Europa League, por ideja më shumë është e rritjes koeficientit në aspektin që nga koeficienti vet që ka Ignatia si klub, përfitojnë dhe klubet e tjera, pasi nëse e nis për shembull me koeficient 3000, mund të shkosh në koeficient 5000 Kupat e Europës. Pra, edhe një klub tjetër shqiptar që do të luajë Kupat e Europës dhe ka koeficient shumë të vogël në raport me Ignatian, në momentin që koeficienti i tij si klub është më i vogël se sa i kampionatit, primon koeficienti i kampionatit sipas rregullorës së UEFA. Pra, ti mund të kesh dhe madje edhe turën e parë nëse klubet shqiptare do të arrijnë në ato nivele të suksessit vitin tjetër. Kushdo që të jetë, Skënderbeut i urojmë patjetër natyrisht se na ka marrë malli të gjithë për atë pjesë, por që po them, edhe ajo ndikon shumë të paktën turet e para, pasi mund të nisesh me një koeficient shumë të lartë se sa ti si klub që mbase po vjen pas një periudhe të gjatë pa marrë pjesë në Kupat e Europës. Dhe kjo e ndihmon, kështu që edhe klubet e tjera s'duhet ta shikojnë në kuptimin me xhelozi këtë pjesën e Ignatias, pasi është diçka që mund t'i ndihmojë edhe ata, do ta shkojnë edhe në benefitin e tyre. Përpara se të shkojmë te Dinamo, na jep pak ato ofertën që na i ka sill Nik Optika. Po, kemi një ofertë nga Nik Optika në këtë rast për këtë javë. Doktor Kreshniku, siç e tham, në pedonalen në zonën kremsore të qytetit të Korçës. Kemi skelet plus xham antirefleks 7000 lek, skelet plus xhama blu 12000 lek dhe skelet për fëmijë dhe xham antirefleks 6000 lek. Pra këto janë ofertat e kësaj jave tek Nik Optika, siç e thash, në zonën pedonale, pa mund ta ndiqni gjithashtu në rrjetet sociale dhe telefononi në numrin e telefonit për të rezervuar një takim me doktor Kreshnikun. Atëre dhe diçka për Dinamon dhe pastaj do të kalojmë edhe në hapësirën e fundit publicitare dhe temën e fundit. Po, do të thoja tek Dinamo, pavarësisht se Auda bëre të surprizën që tha me Stavan e Bukureshtit turën e kaluar, ajo ndeshja e parë ishte një ndeshje domethënë me shumë pak episode, fitoria e skuadrës letoneze në shtëpi, dhe unë kisha besim që Dinamoja është një skuadër më e mirë se sa Auda. Domethënë në ndeshjen e parë Auda nuk është se dha ndonjë ndjesi superioriteti, dominimi ndaj Dinamos apo diçka e tillë, ashtu si pak më mirë kuptohet, ishte shamroku tjetër nivel, po në të dyja rastet dy skuadrat tona më duken që ishin paksa më cilësore se sa rivalet e tyre respektive, dhe në këtë rast Dinamo arriti të kalojë madje me golead, domethënë nuk është të kalojë me 4 gola, një fitore e merituar e skuadrës blu, natyrisht përgëzime të gjithë stafi teknik me kryetrajnerin Ndaja që është bërë eksperti tashmë i kupave të Europës në trajnerët shqiptar, dhe shpresojmë që një ditë të mos mbetet mit ajo pjesa mit, në kuptimin që të rikthehet një trajner shqiptar në kryet kombëtare, sepse besoj Daja do të ishte nga kandidatët ideal për atë post në një moment kur të gjykoj federata të arsyeshme. Nga ana tjetër, rivali që patën atë ditë. Të flasim për rivalin Brendon? Jo, po them për Pafosin, po them për Audën dhe më pas mund ta thuash Pafosin. Auda atë ditë
më duk një skuadër domethënë që thjesht kishte ardhur të mbrohej dhe të tentonte me ndonjë farë kundërsulmi ose diçka, po u duk skuadër shumë e vakët dhe Dinamo pothuajse nuk e vuri në asnjë moment në diskutim kualifikimin. Ishte ekip i vogël dhe ishte thjesht momenti sa të zhbllokoi rezultati, pra pas momentit kur Qefalia dhe Qarta shënuan 2 golat e para, pastaj për mendimin tim, pavarësisht se me një gol mund të shkonte ndeshja në shtesë, pra ishte ende e hapur çështja e kualifikimit, po në fushë nuk ta jepte ndjesinë ai ekipi kundërshtar, domethënë që do ta vinte realisht në diskutim kualifikimin e Dinamos. Dhe tani Dinamo do të përballet me Pafos. Unë ndoqa shumë Pafosin në vitin e kaluar sepse kisha 2 lojtarë, ne luajmë një lojë Champions League Fantasy, në cilin je dhe ti pjesë, dhe unë kisha 2 lojtarë të ekipit të Pafosit dhe ishte David Luiz dhe ishte një sulmues, kështu që u duk Pafosi me një ekip me shumë investime që vitin e kaluar dhe ka zgjatur pjesën e investimeve edhe këtë vit, pavarësisht që u eliminua nga Salzburgu. Është një ekip shumë i fortë, është një ekip shumë i investuar dhe do ta ketë shumë të vështirë dhe për mua fatkeqësisht rrugëtimi i Dinamos do të përfundojë këtu, ndërkohë që Egnatia do të vazhdojë. Shpresojmë që të jetë në një radhë në tjetër në Europa League, por që ka fikse do ta mbyll këtu ekipi i Dinamos. Megjithatë Dinamoja, duke qenë se vite nga një periudhë shumë e gjatë mungesash në Europë, pati dhe një moment që ra nga kategoria para 3 vitesh, pra unë gjit, investoj shumë ra nga kategoria dhe unë gjit përsëri prap dhe u rikthye në Europë sezonin e kaluar. Duhet thënë që 2 play-off e resh, pavarësisht që në Conference League nuk janë pak 3 ture të kaluara në të 2 sezonet, edhe nga ana financiare për shkak të rritjes së shpërblimeve nga ana UEFA-s, nëse dikur, sepse ekzistonte Conference Liga, të shkojë deri në turin e tretë ose play-off të Europa Ligës në atë kohë ishte 750.000 euro turi 3 dhe mos gaboj në rreth 900.000 euro të shkojë deri në play-off të Europa Ligës. Në këtë rast në të dyja sezonet respektive ka grumbulluar rreth 2.9 milion euro, pra 1.45 në njëri dhe 1.45 në tjetrin. Gjithsesi këto nuk i quaj shto dhe pjesën pasaj e shitjes lojtarëve, është larguar Mustafa Koman te Genku në Belgjik, një nga lojtarët interesantë tek Dinamo. Kështu që për momentin besoj që Dinamoja si sportivisht ashtu dhe financiarisht klubi besoj do të jetë shumë i kënaqur. Me dalin e di që është i kënaqur dhe presidenti Bardhi ka shprehur që është i kënaqur. Se nëse nuk hyn. Po është i kënaqur ai, si i kënaqur ti për Dinamo. Nëse nuk hyn në kategori në konferencë apo Europa League, për mua këto shifrat që thua ti, okay, thjesht të shtyn edhe një sezon tjetër që ta kalosh, që të pretendosh për kampion. Aman jo, për mua nuk është sukses nëse ti nuk arrin Conference League ose Europa League. Mirë, është mendimi tënd. Presidenti mund të jetë shumë i kënaqur. I kënaqur është, edhe Daja është i kënaqur. Kështu që si që nga Daja i kënaqur. I kënaqur është. Po si po vajte po kalove 3 turne, duhet. Ore, shikoj rivalin kë, s'po them unë, ore ambicia, dëshira gjithmonë është problem, s'po them po kaloj 3 ture, po në turin play-off, kur vjen nga pjesa, sepse duhet të thënë dhe kjo gjë, kur vjen nga pjesa e kualifikimeve nga Champions Liga apo Europa Liga, siç e rasti Ignatia që kaloi nga Champions League në Europa League, është paksa më thjesht për shkak të skemës, sepse ndeshesh me humbset e atyre që pra me ato që eliminohen nga rivalët e tjera, qoftë nga Champions League ose nga kompeticione të tjera, kurse kur hyn direkt nga turi i parë i Conference Ligës, okay, turni i parë ose të dytë mund të kesh kundërshtar modest ose mesatar, po pas turi i tretë dhe turi play-off pastaj vjen në kundërshtar të një niveli shumë më të lartë. Dhe ti vetë sapo e the, ku ka luajtur Pafos vjet. E kuptoj. Mirë. Kështu që për këtë aspekt e kisha që për mendimin tim, edhe në rast se nuk ja del me Pafos, unë Dinamo sfuroj ti luaj shanset e saj, duke njohur Dajen jam i bindur që do i luaj shanset në maksimum. Por po them, është sukses, jo thjesht financiar siç e thekë ti, po dhe për mendimin tim sportiv, po mirë. Jemi në fund të kësaj pjese, do të kalojmë në një hapësirë të fundit publicitare dhe rikthehemi përsëri për pjesën e fundit të emisionit. Hotel Gërmenji, po kërkoni destinacionin ideal të pushimeve tuaja apo një fundjavë të qetë larg stresit dhe zhurmës? Hotel Gërmenji është zgjedhja juaj ideale për pushime të qeta. I rrethuar nga natyra e maleve të Kolonjës dhe pyjet e pishës pranë Gërmenjit, ju ofron terrenin për ciklizëm, ecje në natyrë dhe sporte tjera malore apo aventurës. Hoteli ndodhet në kilometrin e 21 të rrugës kombëtare Ersek Leskovik. Ofron 8 dhoma, një restorant ku shërbehet ushqim vendas bio, një bar, një kopësht, wifi falas dhe pamje piktoreske malore. Për rezervime mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose online në platformat e si Booking. Nikoptika, keni shqetësime me syt, dëshironi të bëni një kontroll apo të ndërroni syzet tuaja? Dëshironi markat më të reja dhe cilësore të syzeve të diellit apo optike për veten apo familjen tuaj? E keni zgjidhjen ideale. Ne ju rekomandojmë Nikoptika, dyqani në zemër të qytetit të Korçës në bulevardin Shëngjergji apo zonën pedonale.
Nikoptika ju ofron vizita okulistike, lente kontakti, syze nga markat më të njohura, xhama e Silor dhe Divel me super garanci dhe cilësi. Nikoptika, dashuri me shikim të pastër. Për më shumë informacion apo nëse doni të rezervoni një takim, mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale. Uji Natural Paiko, uji miri në tregu shqiptar, sjell për ju nga IDDSHPK, lindur në majat krenare të malit Paiko në shtetin grek, pastërti dhe freski që buron nga natyra, të përkushtuar ndaj cilësisë, e gjeni në rrjetin e supermarketeve Spar dhe së shpejti në gjitha supermarketet e tjera. Zgjidh Paiko, ujin që kujdeset për familjen tuaj. Për më shumë informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit ose në rrjetet sociale. Mirë, jemi rikthyer për pjesën e tretë të emisionit. Do të thoja Petrika që është momenti që të kalojmë tek komentet e ndjekësve dhe opinionet dhe pyetjet që kanë shprehur në episodet e kaluara në YouTube. Atëherë, për te natyrisht përshëndesim Lefter Zguri që është një nga ndjekësit më ndjekësit më besnik do thoja unë të emisionit që na përshëndet sa herë. Kemi për të parë Koci Rosha një që na komenton, na përgëzon dhe na uron suksese natyrisht për emisionin. Ne falenderojmë dhe zotërinë për komentin dhe për urimet. Kemi Artemis Ramoni thotë respekte për Nardin, super gazetar, kënaqësi që e shohim, por Petro ngelet i pa arritshëm për këtë lloj formati. Pra, duket që fansat nuk të braktisin asnjëherë edhe kur jeti me pushime. Kemi Morava gjithashtu që dua të rket Nardin, natyrisht kemi shumë respekt dhe falenderoj përsëri dhe sot Nardin për prezencën në emisionin e kaluar, siç e thamë që nga gazetarët më të vitit sportiv në Korç. Kemi Gesti Alushajn, edhe ky një ndjekës i rregullt i emisionit, komentues i rregullt. Thot Skënderbeu dhe pse po bën një merkato të bukur, është një nga skuadrat më të lira në Superligë me vlerë 4.25 milion euro. Çfarë mendimi keni për këtë? Pra, e ka në aspektin e transfermarkt, pra vlerësimi që është i skuadrës në transfer. Nuk është e tregon ajo. Unë do thoja që mund të ketë Luati, sepse lista të paktën me sa e kam parë në transfermarkt ka ende disa prej emrave që ndërkohë janë larguar, siç është dhe Estrela që u largua ditët e fundit tek Flamurtari, pra Estrela nuk do të vazhdojë të jetë më pjesë e Skënderbeut, ajo që pritej pra që po vazhdonte servitin individuale derisa të gjente një akord me drejtuesin e klubit. Me sa duket e ka arritur ditën e fundit dhe u zyrtarizua tashmë tek Flamurtari. Rreth 250.000 euro mos gaboj dhe ka dhe lojtar të tjerë si Çela apo dhe lojtar të tjerë afrikanë apo dhe Gjata që u zyrtarizua dhe ai tek Flamurtari apo Gjumsi, Gjini, pra ka në transfermarkt mos gaboj ka ende disa lojtarëve që nuk është përditësuar ende lista. Kështu që mbetet për të parë sa do të jetë vlera përfundimtare, po dhe për mendimin tim, vlerat e transfermarktit janë thjesht indikative për klubet në pjesën e transferimit të lojtarëve, pra që kur negociojnë klubet për të blerë një lojtar, por nuk është se do të thotë realisht vlerën e një lojtar. Janë thjesht një indikator, le të themi, më shumë ndihmës për klubet në merkato. Kemi nga ana tjetër ke komentuar vetëm sa duket se zgjuar në pushime, ke komentuar vetë, kështu që e ke ezauruar pjesën e Nasër. Kemi Nik Saracin që na përshëndet, e përshëndesim edhe ne, është një nga ndjekësit e rregullt të emisionit. Edhe është miku jam. Dhe është natyrisht edhe mik i podcastit dhe thot marr shkas nga episodi i kaluar dhe rregulloria e lojtarit të ri nga akademia për 45 minuta mos vao duhet të ndiqet një strategji nga Skënderbeu. Pra, pavarësisht çfarë lojtari në perspektivë kanë në 19-ën, po themi shkëmbin, ata duhet të përdorin një lojtar në pozicionin më pak problematik dhe sipas profesor Nikut një portier apo një mbrojtës është më mirë se sa një mesfushor apo një sulmues dhe do të ishte një propozim domethënë nga ana e tij. Unë e zauruam, ti ishe dakord me profesor Nikun, unë në këtë aspekt isha pak në të kundërt me ju të dy, sepse për mendimin tim ishte paksa më mirë të ishte pjesa ofensive se sa defensive për shkak të natyrës që ka kampionati shqiptar, po e kam thënë dhe në episodet e kaluara. Gjithsesi, megjithatë mbetet për tu parë, kemi Kuisto që na komenton Jagellonia se Jabloneci është çeke, këtu e pranoj që kam bërë një lapsus unë javën e kaluar, pra ishte Jagellonia që eliminoi në turin play-off të sezonit të kaluar Dinamo dhe jo Jabloneci, është vërtet që ishte skuadra polake dhe jo ajo çeke. Kemi Stavros Zharaniakun gjithashtu që na uron për pjesën e podcastit dhe kemi edhe një komentues të fundit që thot si tha 1% Ignatia po mos merrte kartonin drejtësa lojtari të ardhit 10-0 dhe në Irland kishte faj trajneri dhe portieri me gafa që bëri me Chelsea në 2 ndeshjet. Pra e kishte me pjesën e parashikimit pasi Nardi dha vetëm 1% shanse kualifikimi i Ignatias, kështu që Ignatia natyrisht tregoi të kundërtën. Megjithatë, për pjesën tjetër besoj për pjesën e gabimeve të Sinanit edhe atë pjesën e pakujdesisë së drejtës, këtë jem dakord te Ceka dhe unë pak më herët që është ajo që nëse do të kapnim ato 2 pikat më problematike te Ignatias në këto 2 ndeshje me Shamrokun, ishte pikërisht ndeshja e parë
momentet e golave ku ishte në një prej tyre të paktën përgjegjës dhe portieri dhe ndeshja e kthimit të drejta që mund të kishte rrezikuar diçka, megjithëse fatmirësisht Ignati kishte krijuar atë distancën e sigurisë, kishte krijuar atë distancën e sigurisë me kundërshtarin. Mirë, besoj se i ka ardhur fundi në këtë moment e podcastit edhe për këtë javë. Ju falenderoj. Kisha edhe një pyetje për atë shefin e ri të arbitrave. Ke ndonjë informacion se vjen nga Spanja? Nga Spanja. Për shefin e ri të arbitrave, për zotin Bernardino González Vázquez, do ta cekim paksa në mënyrë më të zgjeruar në episodin e radhës. Është një profil shumë interesant. Ke informacion, Po ti e di që unë informacion kam për shumë gjëra, por për rastin konkret do ta cek paksa me detaj se kërkon një shtjellim më të gjerë, pra kërkon një prezantim më të gjerë në episodin e radhës. Dhe besoj që dhe ndjekësit do të jetë interesante për ta njohur dhe si profil kush është, po dhe arsyeja kryesore që federata e prezantoi pra kur zëvendësoi në konferencën për shtyp, tashmë nuk do të jetë Sokol Jareci dezinjatori arbitrave, por do të jetë zotëria spanjoll. Ish arbitër dhe është ndërkohë vëzhgues arbitrash dhe në Spanjë dhe UEFA gjithashtu në rang ndërkombëtar. Atëherë javës tjetër? Por javës tjetër do themi më shumë për karrierën dhe pse unë mendoj, këtë po e them që sot, që nëse po mendojmë për të fituar besueshmëri në kampionatin shqiptar, arbitrat spanjoll nuk janë ajo kategoria nga këto top 5 ligat e mëdha europiane, pra Franca, Italia, Gjermania dhe për besueshmëri. Spanja, për mendimin tim, për shkak të skandaleve që kanë ndodhur në vitet e fundit në arbitrimin spanjoll dhe në Federatën Spanjolle, nëse termi kryesor pse kemi zgjedhur është besueshmëria, ajo është pika ku ata çalojnë më shumë për fat keq për momentin. Okej, atëherë një editorial për episodin e radhës. Ndërkohë ju falenderojmë të gjithëve që ishit pjesë e emisionit, falenderojmë të gjithëve që na ndoqët deri në këto momente. Për gjithë ju që doni të bëni pjesë episodit të radhës me komentet, me opinionet, me pyetjet tuaja, mund të shkruani në pjesën në YouTube dhe natyrisht do t'i lexojmë episodin e ardhshëm. Ju falenderojmë të gjithëve që na ndoqët dhe ju urojmë sukses edhe skuadrave tona në Kupat e Evropës. Dhe sidomos Skënderbeu ditën e premte. Dhe natyrisht pa e lënë le të themi për në fund për garancia, po ëmbëlsira për në fund. Ne prandaj kemi vetë sepse jemi dhe tifoz të Skënderbeut natyrisht për te dhe pjesës profesionale. Ju urojmë sukses e Skënderbeut ditën e premte në Shkodër. Urojmë një fitore për skuadrën korçare ditën e premte në orën 21. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Do të rishihemi përsëri të martën e ardhshme në të njëjtën orë.